Prokuroria e posaçme ka dhënë pretencën për ish kryeprokurorin e Vlorës Aurel Zarka për dosjen Toyota Yaris, por edhe për lidhjet me element kriminal duke ndërhyrë në çështjet e tyre penale. SPA kërkoi 4 vite burg, por duke llogaritur edhe gjykimin e shkurtuar, dënimi zbret përfundimisht në 3 vite heqje lirie. Magjistrati i cili u arrestua në 29 korrik të një viti më parë, dyshohet se në bashkëpunim ka kryer korrupsion dhe ka ushtruar ndikim të palishëm për 8 çështje penale që po hetoheshin në 4 prokurori të ndryshme, ku përfshihet edhe dosja Toyota Yaris. Sipas SPA ai ka përdorur pushtetin për të ndërhyrë në disa hetime, duke hedhur hije dyshimi edhe mbi gjetjet e dala nga dosjet ku Zarka besohet se ka ndikuar. Këto dosje lidhen kryesisht me aktivitetin e krimit të organizuar dhe kultivimit të narkotikëve. Urdhër arreste u lëshuan edhe për ish oficeren e policisë gjyqësore Eriona Dauti dhe për avokatin Radovan Çela, si dhe biznesmenin Astrid Vladi. Dosja Toyota Yaris u denoncua në parlament nga ish kreu i PD-s Lulzim Basha, që paralajmëroi se në portin e Durrësit do të vinin 2 automjete ku ndodheshin 3.4 milion euro. 2 ditë më pas, shuma e madhe u zbulua pikërisht në port. Ndërkohë, gjykata caktoi seancën e radhës në datën 5 maj, ku do të bëhet mbrojtja e të pandehurit dhe më pas shpallja e vendimit.